Po du me marrë nga të vetit Lenë, veç me provua e ke zgjidhë të mirë. I mirë është. Që që këshirë tja është i mirë? Njëra se qysh është kjo, trokitja. Po, kjo është i mirë. është sa e ka të pjek në këtë pjesën, por realisht tash në pas ka këput, këtë pjesën ku e ka të bishtit, edhe kjo pjesa e verdha të regon se sa ka qëndru në tokë. Për shkak sa ma e verdhë që është, ne me kuptu që ka qëndru ma shumë tokë edhe është ma shumë i pjekun. Pastaj, për shembull, shalqinjet të mbazë dhe të formave, kanë edhe shije edhe pjekurit të ndryshme. Për shembull, kur është ma i gjatë, është ma i ëmbël, ka ma shumë sasi sheqerit, kur është kështu rrumbullak, është ma i pjekun, gjithashtu edhe çdo herë ka për shembull sasi sheqerit, por është ma i pjekun edhe ka ma shumë ujë. Janë kështu disa forma të ndryshme, për shembull kur është ma i verë ngjyra, ma e zbet, është ma pak i pjekun, domethënë është ma pak i ëmbël. Edhe, po më nej format të ndryshme, zakonisht këto forma janë. Të kësha rekomandu këtë vetime i qitë edhe të faqa me Lenën. Pa tjetër. Se ju me u informu, sepse unë përveç që ta që e di, këto tjerat nuk i pas pa di, kështu që tash do të me pas kujdes. Po, tash për shembull është, e dim që është ajo, është fruta përrem, është familje e kungullit. Po, konsiderohet si një frut, dhe më thonë familje kungullit, është rrjedh prej, është shërtu me një farformë prej perimet, po normal që është një frut, 100% frut shalqine. Frut shalqine.